Policia tregon detajet operacionit për kapjen e Refit Buzit në Roskovec, refuzoi të dorëzohej më pas qelloi veten. Policia ka dhënë detaje shtesë për ngjarjen e rëndë në fshatin Vidhish të Roskovecit. Sipas njoftimit, pasi ishte dashur e 35 vjeçarit u lirua falëndërhyrjes së policisë ekipi negociator i Reneas në bashkëpunim me shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Fier dhe në drejtimin e prokurorit vijoi negociatat me të për ta bindur të dorëzohej dhe për të shmangur për shkallëzimin e situatës. Policia bën me dije se pavarësisht negociatave që zgjatën, që nga orët e para të mëngjesit 35 vjeçari nuk ju bind thirrjeve për t'u dorëzuar dhe rreth orës 16:35 është vetvrarë me armën e gjahut që mbante me vete brenda makinës, njoftimi policisë. Roskovec, Fier, informacion shtesë. Në vijim të informacionit paraprak për ngjarjen e rëndë kriminale të ndodhur në fshatin Vidhish të Roskovec, kushtetas i RB 35 vjeç vrau me armë gjahu babain e ishte dashurës së tij plagosi nënën e saj dhe mori pengisht të dashurën. Shtetasen RP ju njoftojmë se pas lirimit të saj, fal veprimeve profesionale të policisë, ekipi negociator i Reneas në bashkëpunim me shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Fier, në drejtimin e prokurorisë vijoi negociatat me 35 vjeçarin me qëllim bindjen e tij për t'u dorëzuar dhe për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Pavarësisht negociatave intensive të zhvilluara që prej orëve të para të mëngjesit, 35 vjeçari nuk ju bind thirrjeve të policisë për t'u dorëzuar dhe rreth orës 16:35 dyshohet se është vetvrarë me armën e gjahut që mbante me vete brenda automjetit. Grupi jetimor në drejtimin e prokurorit vijon veprimet për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të kësaj ngjarje të rëndë kriminale.